Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Histori Jete me mua Tiron Alilin. Ditën e sotme do të fokusohemi tek fenomeni shqiptar, zonja Parashqevisi Maku, artistja e madhe, gruaja e mrekullueshme, nëna fantastike, e cila rikthehu vëmendjen e të gjithë shqiptarëve edhe një herë tek vetja e saj, pas një video të publikuar pikërisht nga gazetari mirënjohur shqiptar Blendi Fevziu në dhjetor të vitit kaluar, më konkretisht fundi nëntorit. Parashqevisi Maku u pa e pas tre, duke qëndruar nëpër rrugët e New Yorkut dhe menjëherë me të publikuar videon biznesmeni shqiptar Elton Iliriani në ndihmë të zonjës të nderuar Elvira Tatës, të bashku me nënën e saj dhe vajzën e Elvirës, arritën që të binë në kontaktet e zonjës Parashqevi, të cilën e morën dhe e pozicionuan konkretisht Eltoni në shtëpinë e tij. Ditën e djeshme të gjithë e kemi pritur me sy të hapur, me luk në sy që zonja Parashqevi të flet, por fatmirësisht unë do ta them që ne kemi njohur një shpirt shumë unik, një grua që kur u rikthye në Instagramin e saj, nëse do të hidhni një sy dhe do ta kuptoni se çfarë poston, domethënë nxjerrën vetëm të mirat dhe bekimet që Zoti apo Perëndia di t'i falë kësaj bote. Dhe Parashqevisi Maku, si ndryshe më herë, si ndoshta nga ajo që ne e prisnim, apo ndoshta është intervista e saj e parë ekskluzive ku Parashqevia dëshironte të flet vetëm të mirën, por ne besojmë se çdo medalje i ka dy anë dhe jeta nuk e ka vetëm anën e mirë. Ajo që unë mundem ta them me shumë zë dhe ndoshta do ta tregoj është fakti që Parashqevia të gjitha të peshën e madhe, të gjitha të barën e madhe të gjës, ja vuri mbi supe vetes së saj. Domethënë Parashqevia e tha që unë jam larguar me vetë dëshirën time, unë kam vepruar me vetë dëshirën time, nuk më duket një histori e këtill, por gjithsesi unë nuk dua ta gjykoj, është përzgjedhja që Parashqevia vetë ka bërë për mënyrën se si dëshiron ta tregon të vërtetën e saj. Ne do ta mbështesim sidoqoftë ajo e vërtet, ne do ta duartrokasim sidoqoftë ajo e vërtet. Eltoni dhe Parashqevia nuk kanë preferuar ndoshta në këtë pikë të kohës, duke ditur që dhe Luka është në një moshë pak madhore, djali i Parashqevis, ndoshta Parashqevia nuk don t'i kujton ato vite. Në një bisedë vetëm mes Eltonit dhe Blendi Fevziu dëgjuam që Parashqevia kishte ndenjur po një vit, le të themi, vetëm në Times Square, në zonën ku është më shumë e frekuentuar nga njerëz, sepse Parashqevia ka patur frikë të qëndrojë në një zonë vetme, sepse njerëzit janë shumë arrogant, janë shumë të egër dhe mund ta dëmtonin. Por sytë e Parashqevis, zemra e Parashqevis mbrëm tregonte gjithçka tjetër. Unë e di që Parashqevia nuk dëshironte që të përmendën emër. Unë e di që Parashqevia nuk dëshironte që të lëndon asnjë nga e kaluara e saj, asnjë nga kolegët e saj, asnjë nga artistët e kaluar. Parashqevia dëshironte të flet vetëm mirësinë, dëshironte të flet vetëm paqen. Të paktën kjo Parashqevia që ne e njihnim, kjo Parashqevia që ne e dëgjonim dikur, sepse Parashqevia në sken ka ardhur një ëngjëll. Jam shumë i lumtur që Parashqevia pati disa momente të sqaroj nga jeta e saj. E para njëherë nuk ka shansa që një nënën të mos ta merr malli për djalin, sepse tha që unë nuk kisha shumë mall për çunin, sepse tha e kisha tha në dorë të sigurt të Robertit, por jo, këtu dua të kundërshtoj e dashur, unë e di që ti ke patur shumë mall për djalin, por je një grua e fortë, je një grua stoike, je një grua e qëndrueshme dhe nuk dëshiron që atë dhimbjen tënde shpirtërore ta nxjerrësh përtej fustanit të kaltërt, përtej gurëve që kishte ai fustan dhe përtej atij make-upit të mrekullueshëm. Do me thënë, unë e di që guximi jot është shumë i madh, unë e di që ti je hynore në atë që ti përzgjedh edhe ti ke një lidhshmëri të veçantë me Zotin dhe jo shumë njerëz mund ta kuptojnë botën tënde, sepse bota jote kalon përtej horizontit të artistit
Dhe kjo është fakti që ti thua që jo, unë nuk kisha shumë mal, sepse unë kisha një djalin tim në dorë të sigur duke ditur se çfarë njeriu i mrekullueshëm është Robert. Robert me patjetër që është kujdesur për djalin, me patjetër që është ka rritur djalin, por Robert ka bërë dhe një jetë tjetër, do me thënë, thjesht faktit parashqevi e dashur. Për t'i vënë vetes fajin është shumë e lehtë, por në këtë pikë të jetës tënde me patjetër që askush nuk e ka të drejtën për të kërkuar prej teje se kush është fajtori apo kush e bëri këtë gjën që ti t'jesh në rrugë, sepse në fund të ditës ne nuk jemi në ditën e akmarrjes, ne nuk jemi në ditën e mlefit ndaj të tjerëve, ne nuk jemi në ditën e urrejtjes ndaj të tjerëve. Përkundrazi, ne jemi në ditën për të duartrokitur rikthimin tënd dhe ne duhet të merremi me kush të riktheu në skenë. Dhe ai që të riktheu në skenë, ai që të dha dashurinë, ai që të dha mbështetjen, ai që të dha një lule brenda intervistës për të respektuar, për të ta treguar vlerën tënde, se çfarë je ti dhe kush je ti dhe çfarë vepre je ti, është Eltoni Liriani dhe pikërisht unë brëm pash një dashuri të madhe mes Parashqevis dhe Eltonit dhe realisht pash një besim shumë të bukur tek Eltoni dhe tek Parashqevia. Parashqevi Simaku tregoi gjithçka. Parashqevi Simaku foli për 21 vite jetë, foli për 21 vite që nuk e ka prekur Shqipërinë me këmbë. Ajo thot ky smet Zotit dhe inshallah thot unë të kthehem në Shqipërinë time, në kavajën time. Parashqevia kishte jetuar një jetë evre, sepse është martuar me Robertin dhe është dashur t'i ndjekën të gjitha ligjet e evreve dhe jo që e ka patur këtë gjën që mos keq kuptohet, do me thënë ky lajmi nuk e ka patur me patjetër, ka qenë vetë dëshira, vetë dashuria e madhe Parashqevis që e ka bërë që të respekton çdo ligj të fesë në të cilën ka qenë Roberti me gjithë respektin për atë dhe për fenë e tij. Parashqevia vetë fakti e një gruas të martuar është më se normale që të largohet pak nga dëshira e saj për të qenë artiste, për t'u lidhur me familjen, ndërsa dalja e Parashqevis në botë, dalja e Parashqevis në këtë rrugë, do me thënë nuk është edhe aq e lehtë, por gjithsesi unë dua ta përgëzoj Parashqevin për zgjuarsinë që e ka, dua ta përgëzoj Parashqevin për intelektin që përdorën, është mrekullia më e bukur që ne pengjet tona t'i mbajmë në zemër, në fund të ditës e dashur ato janë pengjet tona, janë zemrat tona, dua të të përgëzoj që nuk fole kur keq për ato njerëz të cilët dolën dhe folën për ty e qa nuk thanë, e nxorën emra të ndryshëm vetëm e vetëm për të treguar disa histori, ti qëndrove stoike dhe qëndro kështu sepse shqiptarët do vazhdojnë të të mbështesin edhe do të duan, por njëkohësisht edhe do mbështesim dhe Eltonin për të realizuar ëndrat e tua, sepse Elton meriton duartrokitjen më të madhe, duke mos ditur asnjë lloj bagazhi, ti ishe i vetmi njeri që more në krah dhe ndihmove zonjën Simaku.